Pse ka frikë njeriu nga e panjohura? A i trembesh vdekjes apo pafundësisë? Pse e tremb njeriu e panjohura? Sepse mendimi i pafundësisë e të i kalon arsyen, ndërsa mendimi i shuarjes e ngushton shpirtin. Por ajo që duhet të friksoj më shumë është të jetosh e të largohesh nga kjo botë pa menduar kurrë pse jetove dhe pa pyetur kurrë për kuptimin e ekzistencës. Në Kuran thuhet: çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Kjo do të thotë se vdekja nuk është një fund, por një kalim, një derë e një prag. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: njeriu i mençur është ai që e mban veten nën kontroll dhe punon për jetën pas vdekjes. Njeriu i mirë është ai që i nënshtrohet dëshirave të vetes dhe megjithatë shpreson në mëshirën e Allahut. Njeriu nuk i trembet të panjohurës në vetvete, por faktit që e përballon atë pa përgatitur. Pafundësia me besim bëhet shpresë, shuarja me mohim bëhet merr. Prandaj, thelbi i çështjes është për cilën pafundësi po përgatitemi, a nuk është me të drejtë të zgjedhim drejtimin e duhur, se sa të qëndrojmë në frikë? Njeriu nuk duhet të friksohet nga zhdukja, por nga të jetuarit pa kuptim, sepse një jetë që ka gjetur kuptimin nuk ndërpritet me vdekjen, por përmbushet në pafundësi.